Lexoj lëm për rang. Rresh për rresh. Unë kam lexuar ti. Unë akoma nuk kam vetëm fjalën e parë kam lexuar, po Çan? nuk e di kush e ka shkruar. Ama çan, a? Au? Akoma pa e di se kush ka shkruar, po i dashur vllai im se Noxha mendoj se Avniu. Okej, unë jam Avni Selimi. Unë jam Avni Selimi. Si menaxher besoj që meritoj vendin këtu ku e kam. Sepse përveç angazhimeve që i kontraktoj suksesshëm, një mirë edhe industrinë e muzikës. Sigurisht që një mirë, edhe një më smiri. Kjo ishte nga unë. Edhe nga unë. Kërkesa e publikut, raportet mes njerëzve të estradës e të tjera. Gjithashtu përveç këngëtarëve, mua më shoqërojnë edhe njerëz që prodhojnë muzikë, këngë, tekste, angazhime muzikore. Ndaj besoj se kam informacion të mjaftueshëm për t'i arsyetuar kërkesat e publikut. Duke qenë se ty të konsideroj si vlla, edhe unë më shumë se vlla, se po ta njihni kush është Avni Selimi, çdo kush do donte ta kishte vlla. Padyshim e di që kur kam ndonjë kërkesë të arsyeshme, nuk më refuzon. Sigurisht që nuk e refuzoj. Nga se jam shumë i bindur që dashurinë vllazërore e ndaj Shpate, ti ne ishim me humor mirë, shpate. Po ti pse çan më burr? Jo, po sepse Avniun unë e di mënyrën kur shkon Avniu, mënyrën si thot gjërat Avniu. Ku e lam? Dashurinë vllazërore ndaj meje e ke edhe ti. Sigurisht e kam. Kështu që unë kam vendosur që nga ti të kërkoj diçka sonte në emër të gjithë publikut shqiptar. Kërkesën e bëj imediate. Unë në emrin tim kërkoj që ti të bësh një këngë në bashkëpunim me Seldin. Dëshmoja ose të kur që ma ke hatrin, të përqafoj, përzemërsisht, vlla Avniu,